Nikola Gruevski një vit më parë në cilësinë e kryeministrit të shkoi në Shqipkovisë të Tetovës, ndërsa sot ishte sërish, por tani më në cilësinë e kryetarit të VMRO DPMN-s. Ai natën e 3 gushtit i premtoi banorëve të këtij fshati më të dëmtuar se gjithçka do të dëmshpërblehet nga qeveria, por një vit më pas banorët e Shqipkovicës thonë se s'kan marrë dëmshpërblimet e premtuara për shtëpitë dhe objektet e tyre të rënuara nga vërshimet. Pa jedna molba do vlada na Republika Makedonija i do vas. Barem da se otvara. Da go ima kanalot. Slučajno ako dođe sutra. Dobro, go zabeležujeme ovo svega. Kryetari i VMRO DPMN-s përgjithësinë e hedh tek komuna e Tetovës. Nga ajo që kuptova, qeveria pagoi rreth 25 milion denar në dhjetor në byron për ekspertizë gjyqësore. Pastaj na tha se ka nevojë dhe për 8.5 milion denar të tjera, me që ishte bërë një gabim nga ana e byros për ekspertizë gjyqësore. Në korrik të këtij viti, edhe ato mjete janë kaluar komunës së Tetovës, dhe ato sigurisht janë në procedurë sipër apo duhet paguar shumë shpejt. Kështu që në atë aspekt, se jam informuar nga ana autoriteteve, qeveria ka kryer punën e saj. Tani ka mbetur pjesa e ngelur të kryen komuna. Komuna Tetovës e pyetur nga Televizioni 21 i përgjigjet Gruevski duke theksuar se procesi i dëmshpërblimeve nuk pengesë në pushtetin lokal. Pushteti Nikola Gruevskit ka për detyrë që banorëve të Tetovës dhe Shqipkovicës t'ia pagojë dëmshpërblimet, ashtu siç kanë detyrim që dëmshpërblejnë qytetarët dhe dëmë tjera. Kjo është detyrë e pushtetit dhe mos respektim të ligjeve duhet jepen përgjegjësi. Lidhur me vizitën e Gruevskit në Shqipkovicë dhe premtimet për kryerjen e dëmshpërblimeve, reagoi edhe Lidhja Social-Demokrate. Kompetencat për dëmshpërblime nga vërshimet i posedon qeveria e Republikës Maqedonisë, të plota si të tilla. Komisioni për vlerësim të dëmeve dihet botërisht që është i qeverisë së Republikës Maqedonisë. Banorët e Shqipkovicës thonë se halli më i madh i tyre është trati i parregulluar i Prockës, pasi që ata druan se mund të përsëriten vërshimet.